Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka jo pak zhvillime një muaj mbas mbajtjes së zgjedhjeve të 11 parlamentare në Shqipëri. Në pritje është raporti përfundimtar i OSBE Odirit, por lajmi sot është që nisi rinumërimi i votave në disa qarqe të vendit, e përcaktuar nga vendimi i KAS për disa anomali dhe titësim të votës. Por jo vetëm kjo, Shqipëria është tashmë në prag të disa zhvillimeve që kanë lidhje me raportet e saj ndërkombëtare, veçanërisht ajo me Bashkimin Evropian, por më rëndësishme roli i Shqipërisë ose pozita e Shqipërisë në zhvillimet ndërkombëtare pas konflikteve të armatosura në lindjen e mesme. Për gjitha këto unë do komunikoj dhe do kem sot të ftuar në intervistë një personazh që është midis politikës dhe analizës, midis analizës dhe politikës. Unë më shumë, më thënë drejtën, kam qef të jetë gjithmonë në media, por ai bën këto kapërcime. Edvin Kulluri, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit Lane. Si ndjesh një muaj e pak ditë mbas 11 majit? I qartë si gjithmonë. I qartë? Patjetër. U shlove? S'kam bërë ndonjë gjërat në kushte paqartësie. U shlove? Nga ajo ngarkesë e madhe? Jam të para problem, për shkak të mungesës në familje, dedikimin e familjes ishte i domosdoshëm, edhe në media patjetër. Çfarë tha djali kur u ktheve në shtëpi mbas një muaj furtunë? Djali gëzohet se del për natë luan futboll te Parku Rinia, kështu që do filloj plazhin në Glorë. Djali është i gëzuar që babi nuk ka kohë më të merret me politikë, do merret me të. Ai e kupton që babi ishte me fushatë dhe humbi. Ai erdhi në fushatë. Erdhi në fushatë, mori djalin. Interesuar erdhi dy herë patjetër për shkak të mungesës gjatë 2 muaj. Në Vlorë atje? Po, patjetër. Po, dhe? Edhe i kuptonte? Patjetër është i brez që kupton më shumë se brezat tanë njëri kohë. Djali është mos gaboj 8 vjeç e gjysmë. Më bëhet qefi që do të ka filluar ta kuptoj babi. Për tek kësaj, Edvin, jemi i qartë tani çfarë ka ndodhur në zgjedhje? Po, patjetër. Çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e 11 majit? Shiko, në zgjedhjet e 11 majit kanë ndodhur disa gjëra që besoj që duhet t'i analizojmë, t'i themi së pari. E para punë që ka ndodhur është që zgjedhjet, për mendimin tim, janë zgjedhje shumë të njollosura. Dhe natyrisht nuk është problemi tek rinumërimi. Pjesa dërmuese e deformimit të votës mbi masën 90% ka ndodhur para procesit zgjedhor. Gjëra që janë thënë dhe më parë, dhe nga OSBE Odiri, edhe nga partitë politike. Pasi drejt zotë Berisha. Më falë, nëse doni mendimin zotë Berisha, mund të rrisni të. Nëse më keni thirrur mua të jap mendimin tim, ky është mendimi im. Si iritohesh kur përmendet zotë Berisha? Ose unë nuk e referohem mas Berishës as Ramës në mendimet e mia. Jo, koincidon dhe jeni në unison me tjetër mendim. Po koincidon me flamurin, se intelektualisht jam më afër me tjetrin, kështu që ose më Albani. Kjo ishte ironi? Jo, kjo është e vërtetë. Nuk ka rrim dot te nivel kaq lartë, nivelin. Ço, sarkazmi jote është shumë therrse po me që pyete, po them ose me zonjën Kalaj. Kështu që zonja Kalaj ke fjalën për Adriana Kalaj? Po. Ose çfarë problemi ke me Adriana Kalaj? S'ka problem, kemi të njëjtin mendim, po them sipas teje. Jo, ti nuk the të njëjtin mendim, ke të njëjtin nivel. Ti the mendim, unë po them, po unë e përmbaj çik veten, nuk shkoj deri te niveli legjendave, me këta të vdekshme. Dhe thua që Edvin Kulluri e përmban veten, e besoj ti. Jo, merrem me të vdekshme, nuk merrem me ata që ata janë hyjnorë, është tjetër nivel. Ky Rama janë tjetër gjë. Ka qenë dhe Meta një kohë, po sot është tjetër kund. Kështu që ky është perceptimi për zgjedhjet, ka qenë edhe përpara, patjetër, po në fushatë e kupton qartë që ato që janë thënë dhe nga disa përfaqësues komitetit ndërkombëtar, dhe nga disa seli diplomatike, me gjuhë të qartë, të ashpër, por diplomatike gjithmonë, që zgjedhjet janë zhvilluar një trysni shumë madhe ndaj administratës publike, që sot është në një përmas. Kush bëri trysni ty? Kush bën ty trysni? Unë se mendoj. Jo mua, më njerëz, se unë një vot kam. Puna nuk është. Atëherë kush i bëri trysni zgjedhjes? Unë po flas ndaj administratës 1 dhe zgjedhjeve 2, nuk thash mua. Administrata ti s'e di që do të votoj ty. Ata e landin, ti marrim një nga një gjë? Po. Mos kundërshtojmë a priori. Së pari, një gjë që kam thënë gjatë gjithë vitit fundit, administrata publike është rritur nga 110.000 në 2013 në 180.000. Nga 110.000 deri në? Ka shkuar në 185.000. Këtu janë shtuar gati 70.000 persona administratë që në fakt janë patronazhist, part-time dhe administratë publike një herë. Ky është fjalim? Ky është fjalim, ky është realitet. Por realitet, ti thua është rritur, ke drejt, është fakt. Tani që këta janë patronazhist opinion, se ti se vërtetoj. Tani
Unë besoj se jam ata njerëz që njohin administratën publike, se ti e di që kam qenë sekretar i përgjithshëm. Unë që shumë, prandaj po them. Drejtuesi më i lartë civil i administratës publike në Ministrinë e Mbrojtjes, 4 vite. Si vërtetoj që 70.000 janë patrunë? Pra, mund ta mbaroj unë. Po, le ta flas, mund ta mbaroj. Atëherë. Në vitin 2013 kishte ende nevojë për shkurtime, jo për rritje të numrit të punonjësve të sektorit publik. Këta e shtuan me gati 40%. 40%. Çfarë tregon që këtu janë marrë njerëz në punë që s'kan asnjë punë për të bërë. Një. Çfarë punë tjetër mund? Bëjnë këta përveç se çdo 2 vjet dalin në fushat të bëjnë vota. S'kan asnjë punë tjetër, se nuk kanë punë në administrat. Kështu që u mbetet merren vetëm me këtë punë, dhe dihet se çfarë janë marrë. Kanë marrë njerëz PD-s patjetër. I kanë mbyllur në shtëpi, kuptimin që mos dalin fushata, mos jenë aktivistë PD-s. Ka njerëz që kanë pranuar këtë. Dhe kjo është fatkeqësia akoma më e madhe. Dhe së dyti, presioni ka qenë i qartë në gjithë sektorët, arsim, shëndetësi, në naftë, po themi. Shikoj, isha një takim në Karbunar të Bashkisë së Rinisë. Dhe po bisedoja me disa miqtë e mi, u shkova për vizitë për këtë çështje, për i takuar, më thanë që këtu nuk bën dot vota se këtu punojnë gjithë në naftë, në shtet. Asnjë vot nuk merr opozita këtu. Gjithë votat i merr qeveria. Çfarë që punojnë së bashki, po ashtu. Dhe sektori publik ka që rritur, patjetër që krijon një problem madh kur ti e keq përdoron. Ju e dini që administracia është kërkuar 5 vota në emigracion. Jo më këtu, po. Dhe mua më thanë... Do ta vërtetosh? Unë besoj se kam takuar mjaftueshëm njerëz për... Jo, do ta vërtetosh këtë, sepse ky është krim zgjedhor. Landi, kjo nuk është çështje ime, kjo është çështje Spakut. Një. Edhe gjykatave dhe prokurorisë. Jo, ti kur e thua publikisht, është çështje. Po përderisa më kanë thënë hapur në çdo takim me 10 njerëz. Jo, si nëse ty partia socialiste të hedhin gjyq, si e mbronti vetë? Po mund hedhin në gjyq, bëj çfarë duan, po pas më keq ku vënë por kanë marrë pronat, i kanë çon spaçë, çfarë problem do merret gjyq për shpifje. Kemi mbajt më shumë, edhe si rraca edhe si krain, kështu që edhe si shqiptar nuk është problem. Nuk më impresionon fare. Mua më kanë kërcënuar për shkak me telefon. Kush e kërcënuar? Një drejtues i lartë, jo, një vit para. Ka kërcënuar? Po. Po pse? S'kam... Për çfarë të kërcënoj? Se ato çmendur po pse? Sepse ti ke qenë nga e djatha shqiptare. Me një debat. Nuk ka më aktiv në media. Pas një debati publik, kur isha sekretar marrëdhënie publiku, mbas disa shkëmbimesh deklaratash, po? Një nga drejtuesit më të lartë shtetit shqiptar ka çuar një mesazh me tonë kërcënuese. Jo me tonë, me kërcënim të hapur. Kërcënim jete? Jo me jete, jo. Po që? Është dhe femër, kështu që. Është zoj. Po, dhe unë s'e kam bërë publike kur, as do ta bëj publike kur, as emrin, as person. Ja, po e bëre publike ti, s'ka bërë. S'ka bërë as emrin, as përmbajtjen, dhe nuk do ta bëj ne, sepse unë do ruaj. Ja, më e bëre ti. Edhe një, unë do ruaj etikën time. Por kur guxon i çon sekretarit marrëdhënie publiku të PD-s, mesazh të tillë, imagjino ç'a bëjnë me. Kjo ndodhi një vit para? Një vit, kur ka qenë PD-s zyrtare, po një vit e pak. PD-s zyrtare, do të thonë me kryetar Luzin Bash. Po. Kështu që imagjino ç'a bën njerëzit që ai ishte ministër? Tash ta lëm fare se kush. Jo vetëm kaq. Jo, nuk ta them. Jo këtu këmbgul. Ti mund të këmbgulësh sa duash, po unë do këmbgul që mos ta them. Edhe ti më jep besoj që. Ora unë e di që ti je... Po thash po thash jo. Edhe kur guxojnë bëjnë këtë, imagjino ç'a bëjnë me administratën publike, ç'a bëjnë me njerëzit poshtë, ç'a kanë bërë me tatimet, ç'a kanë bërë me taksat, me doganat, ku ta diun se çfarë, me inukun, me policitë bashkiake, se ne dim çfarë ndodh në Tiranë për ditë. Ashtu. Këta shkretët që shesin e tregu fshatat i lagje ime fluturojnë për ditë nëpër bagazhet e forestratëve të bashkisë, nuk shesin dot i kile tomate. Ndërkohë këtej pastaj falen miliona euro gjoba. Pra kjo është situata, është në Elbasan. Te shkolla balet. Është nga 30 më fshatare të Tiranës, por që kemi fat që kemi lagje dhe për ditë luftë policisë bashkiake me këta. Pastaj falen miliona euro gjoba. Një para zgjedhje për shkak të thua që ato zgjedhje janë të mira të rregullta, nuk janë zgjedhje të rregullta. Dhe këta kanë thënë qartë, edhe ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës e tha para 2 ditësh në aty CNN, edhe shefi i misionit ose BOD-it ku foli qartë për intimidim, friksim të administratës. Mbas ta kam çuar si lajm, kam përshtypjen. Tani këta ndërkombëtarë do t'i çojnë edhe këta për shpifje. Apo vetëm mua. Ti duhet të thënë që në raportin përfundimtar të OSBE pritet kjo. Nuk po flas për këtë fare. Po jo, ajo certifikohet. Kjo është sipas teje. Jo, sipas meje. Sipas meje, qendrimi ndërkombëtar nuk certifikimin e bën KQZ. Shpanë rezultatet e bën KQZ, nuk e bën OSBE-diri. Ata kanë rol këshillues. Po thanë ata zgjedhjet nuk vlen. Nuk kanë autoritet, po që zgjedhjet ata thonë ata janë punë pas vetë çfarë çfarë zgjedhësh. Se s'ka nevojë të më thotë OSBE-diri, kur mua më thon njerëz të afërt mit, nuk dalim dot fushat për ty, se kam grua mësuese, kam babain infermier. Një pjesë am dërmon se aty njerëz që të trembur të friksuar. Kaq.
I kam në arsim, i kam shëndetësi, i kam në naftë, nuk punon, nuk dilnin. Do të japin 2-3 vota, njerëz që mund bënin 50, 60, 70 vota. Nuk angazhuar fare. Dhe ma thanë paktën troç. Kjo tregon klimën në cilën janë mbajtur zgjedhjet. E kam thënë javën e parë mbas zgjedhjeve që tonë qenë se zgjedhjet e 26 majit pa të rrahura apo me intimidim. Dhe këtë thotë ambasadori ose BOD-it, i dërguari. Intimidim i hapur i zgjedhjeve. Pjesëmarrja në administratë, intimidim për mos marrë pjesë në aktivitetet publike. Atë çfarë do ndodh me këto? Për mua, këtë se di, unë nuk jam Kasandër. Jo, nuk është punë ti je Kasandër, po as nuk shaf letra, po parashikon? di një gjë, unë parashikoj një periudhë të turbull. Sepse kuptoj që kjo qeveri dhe opozita kryesore e kanë mbushur kupën prej kohësh. Edhe opozita kryesore. Po pse, akoma se një kuptuar që në tavolinë e dhanë këta zgjedhjet me kodin zgjedhor me listat e mbyllura, me votimin me post. Se do flasim më tej pastaj për Jo, prit. Domethënë, Kulluri, ti je duke thënë që Partia Socialiste ja mori në tavolinë Partisë Demokratike. Jo, mos e kam marrë Partisë Demokratike. Tu po flasim për votën. Shikoj edhe një herë. E para punës në to zgjedhje nuk ka qenë vetëm Partia Demokratike. Zgjedhja kanë qenë paktën 5 koalicione tjera me potencial për të marrë vota. Partia Demokratike mori pjesë më të madhe, janë 100 vota partitë e reja, ti e di shumë mirë punë. Po? Vetëm për shkak kodit ka ikur 80% e mandatave të mundshme që mund merreshin. Dhe kodin e Tirana e bëri me Sali Berishën, se bëri me mua. Apo. E mbam debatin e Alibejt me Bylluk Bashin atë kodin. Dhe propozimi i zotit Alibej ka qenë për kodin zgjedhor, ka qenë më i miri i mundshëm, unë jam kënaqur kur kanë dëgjuar. Që këta e rrëzuan, pavarësisht se jashtëzakonshëm. Dhe që ka ndodhur këtu, që këtu është intimiduar dhe gjykata kushtetuese nga të dy palët bashkë, ku gjykata kushtetuese herën e parë rrëzoi kodin me listat mbyllura, e certifikoi herën e dytë. Po e njëjta gjykatë, që për mua është e papranueshme, por ne e pranojmë sistemin juridik. Ky është, do ecë përpara. Kush e bëri amnistin penale ndaj njerëzve që ishin në hetim apo dënuar nga SPAK-u? Po SPD. Janë pak të 3, dhe e treta, katërta që është më rëndësishme. Po të shikoni rrjetin e kompanive që pastrojnë parat në dosjen Veliaj, Meta, Berisha, janë 2-3 kompani që janë po të njëjtët njerëz që pastrojnë para si për njërin, si për tjetrin, Pra kjo është qartë që këta janë në pazar bashkë, edhe politik, edhe, po themi, informal, dhe në biznes, dhe në aktivitet kriminal, se pastrojnë parave është aktivitet kriminal. Kështu që kjo është situata në të vend, ta dy palë vazhdojnë, drejtojnë njëra majorancën tjetër në opozitën. Shqiptarët fatkeqësisht i votuan prapë në masën 85%, dhe unë besoj që pjesa dërmuese e shoqërisë ka një përgjegjësi për të situatë, sepse mua aty për shembull ka faj populli? Populli ka fajin e tij patjetër. Ka faj populli? Po natyrisht që ka faj populli. Zoti Kulluri, po ma bisi këtu se ka dëgjuar dhe nga Partia Demokratike. Si mund të bësh faj populli? Edhe një herë. Kush, po mirë, pse s'më detyron mua njëri të ha presionin, apo ty apo tjetër. Po këta 200.000 tjerë, pse nuk i detyron njëri të votojnë nën presion? Bertolt Breiti tha të ndrojmë popullin. Njësoj janë të dy palët, edhe ata që hanë presionin, ata që nuk hanë janë njësoj. Apo jo? Po jo, ta masivizosh këtë është gabim. S'tash masivizim. 85% shqiptarë, por mua kanë votuar keq. Unë nuk gjej arsye. 85% e shqiptarëve kanë votuar keq. Janë fajtor. Kanë votuar keq dhe kanë përgjegjësi. Se s'kan votuar ty. Jo mua, po jo, ku e thash unë këtë? Jo, ku e thash unë, më thuaj ku e thash unë këtë dhe pastaj. Jo, fakti që kanë votuar. Jo, ku e thash unë këtë? Jo, nuk e theti këtë. Po se theti atë, më le ta them unë. Por ti është rrjedhim logjik. Sipas te, dakor. Nëse unë të falenderoj që ti interpreton pa korrektesë fjalët e mia, por unë po them këtë gjë. Që të votosh sot PS-n dhe PD-n, mua më duket një marrëzi. Mbas 12 vitesh të votosh të qeveri, është po aq marrëzi sa të votosh një projekt politik Sali Berisha, është një parti personale, gjë që e kemi thënë për ditë. Kështu që besoj këtu jemi të qartë që këto 85% votave nuk i sjellin asgjë të mirë Shqipërisë. Tu nuk është çështja votojmë unë apo një parti X tjetër apo Y. Ka dhe opsion tjetër, rri në shtëpi, mos voto. Nuk kishim se votonin partitë e reja, po të paktën bojkoto. Jo. Se po këta njerëz, që unë kam takuar me qindra, me mira në 2 muaj fushat, se ti e di që unë jam punëtor, nuk jam njëri që rri pi cigare në Buzetit. Në rrugëve të Lorës për ditë, në makinë Sarande, lungë Lorës, në Dukate, në Novosele, ku më zinte natas, më zinte mëgjesi, të njëjtët njerëz që shfaqin hapur pak kënaqësinë, sidomos për Partinë Socialiste, të majtë, dhe nuk akuzonin mua as për hipotekat, as për kadastrat, as për taksat, as për bashkinë, vetëm ankoheshin. Dhe ku vjen puna, shkuan, votuan, Partinë Socialiste i dhanë 9 mandate. Në zonën time më të ngushtë, në bashkinë Orikum, isha i vetë një kandidat që duhet luftoja dhe mund luftoja dhe kisha folur në vite për domosdoshmërinë e kthimit të bashkisë.
Sot Bashkia Orikum, njësia administrative Orikum, është lënë komplet në harres nga qeverisja lokale dhe qendrore. Në shkuan votuan pra PS-n, ata që ja hoqën bashkinë dhe ta tjerë që ishin bashkëpunëtorë në heqjen e bashkisë. Se PD-ja sabotoi Tryezën apo që nuk shkoi. Dhe votuan prapë ta. Tani, si nuk kanë faj këta njerëz? Për veten e tyre se mos bëjnë asnjë dëm. Rolande kam thënë me vite, unë po të isha parë hesapet e mia, do isha poshtë balkonit me 2 gisha lart. O Sali, o hero, gjithë Shqipëria do të do. E kam pas të zgjedhje. Se kam bërë të zgjedhje. Pse ke bërë atë? Sepse jam ky që jam, dua të rri njeri i lirë në politikë. Tani çfarë do të bëj partinë tuaj zoti Kulluri? Djathtas. Diskutojmë patjetër që do besojnë shtatorët. Ka lërë kjo periudhë. Edhe ju shtator si PD-ja, se edhe PD-ja kështu ka thënë, shtator do bëjmë analizën. Po mirë, me që e bën PD-ja shtatorët ta bëjmë nga inati ngushtë. Po ja bëni tetor apo pse? E mirë, si doni. Po ta lëm ty ndorat, të fusim antarin e tetë. Po ndor, mos ma lë se ti e paske zgjidhur, do të thënë partia juaj që ndryshon nga Partia Demokratike do ta lërë analizën shtator si Partia Demokratike. Ne do marrim vendimin çfarë do bëjmë. E dyta, siç ne kemi ne me PD-n, që vërtet përfitore mas do humbe, unë nuk e di se ku e gjete ta bësh të paralizëm, se unë kam dalë i pari, që kam mbajtur përgjegjësi për të rezultat, kam thënë dështuam me sukses në zgjedhje. Ku është gjashmëria me PD-n Roland se nuk e kuptoj. Dështove me sukses në zgjedhje? Po patjetër. Ky është rezultati. Pavarësisht nga gjithë presionet e zgjedhjeve të këqija që janë bërë, por nuk ishte shumë larg rezultati që morëm. Tani po bëjmë pyetje tillun. Tani okay, ju keni dalë nga Partia Demokratike, po pse nuk ekziston mundësia që ju të ktheni sërish aty të riformatohet Partia Demokratike, të riorganizohet? Shiko, se ju jeni të djathtë. Besoj që qëndrimi im i të paktën personal, se nuk po flas për vete. Unë me këtë rezultat që morëm në Vlorë, pavarësisht nga gjithë rrethanat, po them ne, të gjithë shkopit në rrota që janë futur, që nga Sali Berisha, Lulzim Basha, që ka ta ndisë kjo punë këtu, se mos harrojmë ka një historik si erëm drejtore, apo? Ka një PD zyrtare që u sabotua nga Basha, nga si u marvulla, dhe u humbë për arsye se ai e sabotonte. U kryo Partia Re në pak kohë, u kryo koalicionin në pak kohë, nuk patëm realisht kohë të punonin. Dhe dyta, nuk kishin as mjetet financiare, si ca partitë e reja, që kanë shpenzuar miliona euro, apo 100.000 euro. Kush janë këto partitë e reja? Po i ditë gjithë se kush janë rrjetet sociale, në përsheshje, në për studio televizive, duke blerë kohë televizive pa fund. Ti e di që pjesa më e madhe e studiove kanë qenë pagesë, apo? Apo du ta them unë këtë? Se ti je gazetari. Jo, ti shumë mirë bën që e thua, po cila parti e vogël ka hedhur para? Dy partitë e reja kanë pasur. Po kush? I din gjithë njerëzit. Kush i ka bërë takime më ndaja? Jashtë këtu brenda. Po nuk e thua këtë, këtë se thua. Si thua këto? Kush ka qenë prezent në për prime time-et? Në median e regjimit? Jo. Me e shikoj. Sa ka qenë njëri, sa ka qenë tjetri, sa kanë qenë pagesat. Se kjo nuk është punë për mua. Se ju doni të bëni që unë bëni dhe gazetarin dhe politikanin. Ju bëni vetëm pyetje. Investigoj vetë, bëj emision për të punë, sa ka qenë tarifat e X televizion, të Y, të Z. Ore se çfarë e di unë po të pyes ti ose thua ose mos e thua. Po të mos e thuash është gabim. Atëherë, ato ta gjykojnë njerëzit, them se them, po njerëzit din vetë. Do dy parti të reja kanë pas buxhete hedhur para për të dalë për ekranet televizive. Po, jo vetëm kaq, edhe për të bërë takime ndaj, për të postuar me 10 njerëz nga një takim në tjetrin me makina, autobus, nëse kemi pasur mundësi. Po nga i gjetën ato para ata? Ku ta di unë? Me kursimet e rrogës. Po, patjetër. Patjetër, kanë pasur rroga të larta shumë. Kështu që në këto kushte ne patjetër ishim më të dizavantazhuar se të tjerët. E treta që më bën, që është për ta ardhur keq, është të paktën personalisht jam nga një pak njerëz që kanë bërë një betejë pa ndalim, të paktën për 8 vitesh për reformimin e djathtës, për një të djathtë tjetër, jo. Je lodhur me këtë? Jo, s'lodhem sepse kur njeriu ka drejt nuk lodhet kurrë. Nuk prap kam drejt. Kur ka drejt njeriu nuk lodhet kurrë. Po natyrisht. Fakti që kemi marrë rezultat zgjedhje nuk do të thotë që unë s'kam pas të drejtë. Prandaj po them që këtu ka një problem. Dhe këtë ma kanë shprehur njerëzit. Je i vetmi burr që ke folur, ke qendruar ndaj Berishës, ndaj Bashës, ndaj mënyrës se ka funksionuar keq PD-ja. Dhe votat shkuan prapë aty, pjesa më e madhe. Domethënë, këta njerëz nuk e duan realisht të ndryshojnë gjë. Se ndryshë nuk do të votonin PD-n 500 Tani po bëj një pyetje të tillë zoti Kulluri, që ju thatë që ka pasur abuzim në zgjedhje. Okej, edhe Partia Demokratike zyrtare, këtë qendrim. Edhe OSBE-ja këtë ka. Jo, okej, në rregull. Tani, pse ju bëni përgjegjës Sali Berishën? Për çfarë? Për zhvillimet e PD-s. Për procesin zgjedhor, përgjegjësi kryesor është qeveria, nuk kam thënë Sali Berisha. Po që këta kanë qenë ortak. E pra që ka bërë. Patjetër, po pse nuk kanë bashkëpunuar për kodin zgjedhor? Nuk bashkëpunuan për votim me posta. Kur kemi kërkuar që procesi zgjedhor të kryhet si në Shqipëri, të afishohen listat jashtë, dhe njerëzit shkojnë të votojnë për ambasada apo konsullata. Ne kemi thënë troç, kjo ka qenë përpjekja e Keletit 1 vit në Komisionin e Reformës Zgjedhore.
O do ishte në Keletin, çojmë Bylyk Bashkë, që shiti si e tavolin, për veten e vet, një vend pune dhe ca shokët e vet, që i sot marrë një 3 milion gjysmë lek rrog, edhe bërtasin revolucioni fillon shtator, por nuk dihet se ku mbaron. Dhe kanë 12 vjet të histori. Nuk është sot. E morën një vend pune këta. U kënaqën, ta marrin atë rrog tash, edhe të vinë vërtetë për Tiranë kot. Këto puçi kanë për gjithë jetën. Janë po të jetët, mo, që 2017, 2021, 2025. Është një grup njerëzish, ca qylaxhin në opozit. Qylaxhin, delenxhin, po e do të kështu. Që vetëm shesin interesat e opozitës për ditë, sulmojnë çdo një që mendon ndryshe. Ti e di që ne kemi që të shitur. Apo, ti më çfarë që kanë bërë. Rama thoshte partiçka, ky të shitur. Të dy palët, të gjithë partitë e vunin presion shumë madh dhe me kodin dhe me retorikën. Edhe me dhunën e administratës, qeveria më shumë, dhe unë nuk prisja në teorikisht duhet prisja rezultat më të mirë. Mendova që kjo shoqëri ka energji që të bëjë ndryshimin. Fatkesisht këtu ndryshimin e kërkonin vetëm 100 sa mijë njerëz. 1.300.000 sa mijë tjerët nuk duan ndryshim landi, duan këtë që është. Janë 700.000 që kanë një rrogë për të marrë diku, dhe 500.000 tjerë që duan të marrin këtyre këtë rrogën. Kjo është 85% e elektoratit që merr pjesë në zgjedhjet sot. Kjo është e vërteta. U vjen mirë, s'u vjen mirë, mua nuk më intereson fare. Unë kompromise për ca like në Facebook e Instagram nuk bëj. As për ca vota. Okej, po si e komentoni vendimin e zotit Berisha që thotë që edhe pse statuti e ka që ai që u mbet, kryetari që u mbet zgjedhjet largohet dhe nuk ka drejt as rikandidim? Si e komentoni që ai thotë unë jam misionar nuk i? Shiko, do të kemi parasysh një gjë. Prandaj thashë ai është legjendë, është misionar, kanë qenë Krishti, Muhamedi, është dhe doktori këtë. Pra ky është hyjnor, nuk është njerëzor. Ti mendon se doktori është njerëz si gjithë të tjerët. Ai dëgjoi ato grata ditë në miting, ca ditë më zgjedhje kur thanë që është Zoti mbi këtë është doktori, pra doktori ka krijuar Zoti, Zoti ka krijuar gjithë njerëzit e tjerë. Pra doktori është krijuesi i madh. Ai krijon krijuesin e vogël, që është Zoti, dhe Zoti krijon pastaj qenin. Ne të tjerë jemi të vdekshëm. Biles mund na thonë ditë që edhe Zoti do vdesë, por doktori jo. Pra edhe këto marrëzira do të dëgjosh në PD, ajatollahu fiks. Është parti teokratike, po ky është dhe prifti dhe kryetari dhe ekonomisti, financieri, juristi, ky i ditë gjithë. Ai është krijuesi. Keni pritshmëri nga rinumërimi i votave, sepse njërisi është? Ja, nuk ndryshon gjë në... As në i mandat? Në marrëdhëniet, bas në raportit PSD nuk besoj do këtë. Jo, atëherë po ta bëjmë konkretisht. Në një kuti që mori për bazë kasi, vendosi për KZAZ 21, 22, mos gaboj në Durrës, ishin tjetësuar 5 vota që nga Arjan Doj i kanë kaluar po pra, po brenda subjektit. Brenda subjektit, pra, do të thënë 5 vota ja kishin kaluar Arjan Dojt, 2 vota nga ato ishin të Aulon Kalaz, 2 mund të ndodhi që të ketë Jo, një sekond. Llogaria është derisa zoti Kulluri do numërohen 450 kuti, nëse gabimi është i njëjtë në çdo kuti, pra herë 5, atëre nuk besoj. Jo, atëre ajo diferencë 950 midis zotit Kalaja dhe zotit Ndoja mund të përmbyset. A prisni ju që kjo të ndodhë në Durrës? Vështirë sepse nuk mund të ketë në çdo kuti 5 vota? Unë po t'ja brasin tim, në 3 kuti unë kam kapur votat mia që shkuan një rresh më lart më poshtë, ishin kryesisht gabim njerëzor, besoj 2 raste nga 3. Aq vota sa ishin, 4, 5, 6. Por nuk ishte tendencë në gjithë kutit, ndodhin 3 kuti nga 15, 20. Po jo, po 5 në një kuti nuk është. Por 5 vota, jo po të them 7 vota më shkuan në një kuti mua nga një rresht tjetër në proces verbal. Atëre, po të 10 kutit e tjera nuk ndodhi më. Atëre, do çfarë duhet të them? Në diferenca e zotit Kalaja me zotin Ndoja është 950 vota, ndërsa diferenca jote ishte shumë e madhe. Po ç'si kamër, po them, po ja ndodhi, e humbi Ndoja e mori Kalaja. Çfarë ndryshon parlamentarësh? Mund ma shpjegosh pak? Pa diskutim që ndryshon shumë. Shumë, ë? Ndryshon fakti që vota shkoj atje ku është hedhur, ku është për cilën është votuar. Patjetër, kjo është kthimi i drejtës votës shumë mirë. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Kjo është i qëllimi i madh i këtyre zgjedhjeve. Transparenca ka që ti thuan, po nga 83 mandate nuk mund të ndryshon, nuk mund ta përmbysësh me 50 mandate. Kjo nuk e ndryshon. Kjo nuk ndryshon as zgjedhjet e bëra PiS, kjo nuk ndryshon as humbjen e opozitës. Atëherë pyetja më e rëndësishme, çfarë do ndodh me të djathën? 4 mandate në opozitë. E di si po më duket mua 1944-45. Jo, atëherë një herë humbi opozita. I futi 10 vrarë ky deputet dhe më mblodhen mend, s'pati më opozitë.
Pra, Pas keni mbledhur me opozit. Kurse këtu është opozita që nuk lejon veten të ketë opozit. Fituese. Pra, edhe 44-s pati fare zotë Kulluri. kur? Ajo 44-s. Ju, Opozita jo pra? ju belerët, pasunarët, S'kam qenë bele. të arsimuarit, ja. Edhe një. Atë stres keni përfaqësuar. Edhe një. Ikët. Edhe një, që t'jemi qartë, se po nga trajnë bisedat. Po të them në 45-ën, kur vrau deputetet, nuk pati më deputet herën tjetër ty në ngarës. Kurse sot opozita, po bën shokun e verë, po asgjeson veten. Pra nuk ka nevojë sot të asgjesoj Rama opozitën. Ta asgjesojnë veten e tyre. Cila është analiza me pak fjalë në këtë situatë që ndodhet e djatha dhe opozita shqiptare me 4 mandate 16 vjet në opozitë? Landi, këtu nuk është problemi se po rrinë opozica njerëz. Këtu problemi është që ky vend po shkon keq më keq me këtë qeveri 1 dhe me të opozitë 2. Pra këtu është total në vetë situata shumë e keqe se para 8 vjetësh apo 12 vjetësh, apo edhe para 4 vitesh. Ky vend po shkon keq më keq. Me një qeveri ku gjysma janë në burg, shkon me 700.000 vota, këtu edhe 100.000 jashtë, dhe me opozitë që po të njëjtat njerëz që humbin çdo 2 vjet zgjedhjet, rrin prapë aty si hujnë, hyjnë në parlament, bërtasin kot, hedhin flakat dan, bëjnë pasaj pazare me Raman, fillojnë prapë nga fillimi dhe ta 500.000 brorasin, pavarësisht se çfarë bën Sali Berisha apo Lul Basha apo Edvin Kulluri. Kjo është për të ardhur keq këtu. Këtu problemi nuk e kanë më fajin këta, prandaj themu që e kanë fajin njerëzit. Se ti kur e di shumë mirë që ky telefoni, nëse përplasat mur, thyet celulari dhe jo muri, dhe këta shpresojnë që herën tjetër do thyet muri dhe jo celulari, këta 500.000 kanë një përgjithësi o mik? Si s'kam përgjithësi këta? Nuk e din këta, sa vite kam që flason, që kjo PD nuk e fiton kur zgjedhjet, qenë tokë buqet. Apo? Është shu apo s'është shu? Jo, shumë. Po ta kanë vesh dhe mendje apo çanta? Copa tullash, copa betoni. Jo më nuk pëlqen kjo punë. Pse? Mbasa aq kuptojnë, dhe mbi të gjitha ajo që më vjen keq është që këtu ka degradim moral. Pra nuk ka gjykim moral mbi politikët. Ke pasur pritshmëri ndaj Gazmet Bardhit? E kujt më? Gazmet Ta Bardhit. nuk e njoh, s'kam pas ndonjë aktivitet përbashkë politik me këta. Talentet që zbuloi Luli mbas 2017-s. Nuk e njoh ta. Unë jam te brezi tjetër i PD-s. Te brezi Te vjetër. brezi kur njëri ka fitoi. Jo, as i ri as i vjetër, kur ndonjëherë dhe fitoi për shumë. Do thënë ti Gazmet Bardhin nuk e njeh? Se njoh fare, nuk kam as, mund ta kem takuar një te obori PD-s, kur ishte Peci spanjol. Ishte numri 2 i Partisë Demokratike. Po ta njeh atë PD do isha aty, do isha këtu. Do isha unë se u kanadis PD Po atë për zotin Noka? Ika. Po për zotin Flamur Noka, sekretarin e Në përgjithshëm. Noka njefën, patjetër. Ke pritshmëri? Ke pasur pritshmëri? Si pritshmëri. Po që ai të bënte diçka, sepse një njëri përgjegjësi, dhe nuk është vetëm Berisha. Ai thotë, Tash e lanë, nëse kemi hapur tallën, vazhdojmë tallën. Nëse kemi hapur një bisedë serioze, unë them vazhdojmë me bisedën. pse shikon ti si bisedë jo serioze këtë? Po pse të duhet bisedë serioze, diskutojmë tash. Ke pritshmëri, unë nga Noka. Si mund të kemë pritshmëri nga Noka? Zoti Kulluri. Apo nga Balla, apo nga Kapitës. S'mund të kemë. Do ja personazhe të jashtë. Jo, s'të pyeta për Balla. Po, ja ta themu që mos e më keq. Megjithatë, ju për një farkojë mbështetët zotin Basha. Jo, s'ka mbështetë zotin Basha. Jam përgjigje ftesës për të kthyer në PD-n. Po? I vazhdon po tjetër pyetje, çdo një muaj do prapë një përgjigje do të jap. Po bëhet si ta 500. Ku është Basha? Nuk e di. Ore, këta nuk e di, këta nuk e njoh këtë. Nga ta di ku është Basha, më fal, unë s'e kam as vllas, kurnatas, motera, tezas. Kurnata ka një tjetër atë? Po çfarë po kam di ku është Basha, dhe më pyet ku është Basha. Ç'mund mund ta di ku është Basha? Unë di ku është familja ime, miqtë. 1500 vota. Edhe një herë, Landi, unë jam kthyer në PD mbas tesës për një viti Lulzim Bashës, dhe jam kthyer për disa çështje që kishin të bënin me një PD ndryshe nga ajo që ishte deri në atë kohë. Qoftë me të, E ti beson? qoftë me Sarivlu, unë nuk besoj, unë besoj gjërat e mia, nuk besoj të dynjaja. Po ti vajte atje te Basha? Po, vajte te Basha ju marrë. Kjo është gjykimi më simplist. Ja, këtë gjykim bëjnë militantë të PD-s. Një pjesë. Shkoj këtu, shkova atje. Unë nuk bëj lëvizje mekanike, Landi. Unë bëj lëvizje politike. Pse ç'm duhet Basha mua më i dobët ku kisha Berishën. Po shkoja për veten time, kisha qendruar te foltorja, se e dija që ishte më shumë se këta. Apo ja. Dhe ti e di që zoti Berisha më ka çuar njerëz për t'u bashkuar. Dhe unë e kam mbështet foltoren, po s'kam mbështet kthimin e Berishës. Dhe ja kam thënë në kuvendin e 11 dhjetorit. Si do të funksiononte PD-ja? Një rast i shpërdoruar për herë dytë, mbas thirrjes që u bëran 2018. I kam dalë borxhit dhe Berishës dhe Bashës dhe asaj partie 2 herë. 2018 në 2021 në kuvende. Duke folur çdo javë për ditë. Nuk duan të dëgjojnë. Vazhdojnë suksesa një, trin, por mos e qahen, trin aty e qepin gojën opozit, bashkë me mua. Sepse nuk kanë dashur të dëgjojnë një herë. Ta mbyllin, zip. Zoti Dashej dha dorëheqjen. Po, si drejtuesi koalicionit dhe drejtuesi partisë. Dhe i partisë. Po.
Cili është komenti juaj? Komenti im është se veprimi më korrekt që mund bëjë një politikan qytetar normal, i përgjegjshëm, që një përgjegjësi ndryshe nga ta tjerë që nuk njohin asnjë përgjegjësi. Njëri i han darda, tjetri i vjedhë zgjedhjet. Ky është kundër modeli, edhe ajo që bëron ditën e parë. Çfarë ishte? Pranova, humbjen. Dhe patjetër që qëndrimi im ditën e parë edhe i dashur mbrapa e ka vënë vështirësi PD-n, sepse tregon që prap, po se ka ca burra tu që kanë trun kokë, kanë fytyrë, kanë moral, dhe nuk janë pa shtyllë kurrizore dhe gënjeshtar patologjik siç janë ata të tjerët. Dhe këtë kemi bërë, këtë diferencë kemi bërë gjithë vite. Prandaj është për ta ardhur keq që nuk votuam ne, po votuam prapë, sepse ky model që s'ma përgjegjësi, nuk jep llogari, gënjen nga mëngjesi deri në darkë, humb çdo palëzjedhje dhe rri po aty prapë. U rri si çimk në rroba njerëzve. Si çimk, ë? Po patjetër, po të hapësh dollapin, po do të mbushur me çimka, të gjitha palto, xhaketa, se janë këta aty, me aty. Nuk dalin më. I kanë shkatruar gjitha. Këta, kjo është PD-ja sot. Po si e parashikon PD-n atëherë ti? PD-n se parashikoj fare. Drejt shkrirës, Drejt shkrirës? Absolutisht. Do ju jeni dakord me zotin Topi, i cili thotë që e ka mbaruar misionin? Me sa duhet e ka mbaruar prej vitesh, po ne nuk kemi dashur ta besojmë. Unë të paktën deri 2000, deri para 2 vjetësh, 3 vjet. Por me sa duket, është i partisë ofron me azil. Por nuk parashikojnë të ardhmë të madhe për ta tjetën. Po thuaj se të njëjtën. Jo, sepse situata shoh çik më keq në një krau tjetër. Sa dhe është dhe krimi shumë i përfshirë, edhe korrupsion shumë i madh se në PD. Do flasim për po sot mban se është akoma ky gjati aty. Do kemi një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish publicitet, kthehemi sërish në bisedë me Edvin Kullurin. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Akinvest për mbështetjen që bën emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Kulluri, ju analizuat të djathtë dhe kryesisht Partinë Demokratike, por në kampin e majt, Partia Socialiste është ere 4, mandati 4 që fiton, dhe ju vazhdoni të jeni kritik, se thoni po në kaq mandate keni thënë që ja së shpejti këta do ikin. Të kam pasur që në vitin 2013 në studio, nuk e kanë dëgjatë 8PS-s, nuk e kanë dëgjatë, ata kanë 16 vjet. E të harrojnë sa marrë Olandi, me qera fjala. Tani ti ky është urimi yt? S'është urimi im. Jo, ti ke thënë në intervistat me mua që shumë shpejt Rama do ikë. Jo, këtë se di ka dëgjuar ti shumë shpejt. Po më e ke thënë? Po më nxirr pak atë. Unë kam thënë. Ti thot më nxirr tani, kur të marrë misionin ta nxjerroj. Nxjerr bre. Ku e kam thënë do ikë tani? Unë po them këtë. Që ky po qeverisë shumë keq. Që ngeftor keq o. Këtë ta kam thënë. Që ngeftor keq. E po çat bëjmë. Ka dhe viroza në çakulli, mos ke dëgjuar. Nëse ka mos kapi viroza doktorit, që të bërtasësh për revolucion. Jo, këtë do të thoshëm që edhe doktori është smur. Skapin po ishte smur nga tjetër që. Ajo që po dua të them është që ky po qeverisë keq. Nëse ty të duket me që fiton qeverisë mirë dhe i bën mirë ti vendi, dakord. Por pse fiton ore? Si pse fiton? Pse fiton mo? Po qeverisë shumë mirë. I ke parë suksesin më të qeverisë, turizmi, kullat, hotelet. Partia Socialiste në 97, 2005, eci me aq vështirësi. S'ka opozit më zotëri. Si? S'nuk ka opozit. Që në rregull mos e Rama. Se tani po më veshte. Po jo, Rama është rregull. Rama është rregull. Po është rregull se s'ka opozit. Pra me s'ka opozit, Rama mund ta gri, mund ta vjedhë këtë vend. Bravo Landi. Po bëri opozit pra. Pa kjo, po mi ju ç'a bëni? Kush ju? Ju gazetarët për shkak. Se mi jam politikan, unë gazetar. Ç'u ngam unë me edhe një. Nuk mund të ketë njerëz të lumtur në të vend në këtë situatë. As të gëzuar, sepse ky vend po shkon keq. Nëse ty ky vend do duket mirë, ose ky vend duhet shkojë keq me që nuk ka opozit, dakord jam unë.
Po këtu ka i problem. Këtu po qeverisë shumë keq, jo keq. Do që më habit më shumë pse nuk kanë frikë. Pse kanë gjysmë shokëve në burg. Atëherë po bëj pyetje që lidhet me këtë që thotë. Pse marrëdhënien me ndërkombëtarët zoti Rama ka shumë të mirë? I ka shumë mirë, nga dallon që ka shumë mirë. Bësh samitin këtu në mes Tiranës, kesh. Që samiti bëhet prej Ramës, domethënë ky i mbledh liderët e Evropës, për Rama ka një fuqi kaq të madhe, ky drejton Macronin, Scholz. Edhe një unë. Ç'a pyete po? Po ç'a pyete po? Po ai ka mbledhur pa, asin tjetër se ka. Po pyete pse mbledh tjetër. Po nuk i ka. Po ti, kur them ti. Po ç'ma bet bona. Një eksponent tjetër. Do bëjnë si eksponent më. Vetëm Edi Rama e ka bërë këtë. Kjo është fakt, nuk është fakti. Edhe shoku Enver mbajti fjalim të ka keni partive në mos, 6-1, 2 legjendat. Po ajo ishte e partive, nuk ishte presidentëve të edhe kryeministrave të Evropës. Ishte prekse shumë, i tregoi vendin gjithë revizionistëve. Çfarë të amë tash. Këtu samitet nuk i thret dot Rama, se nuk ka asnjë autoritet të thrasë samit. Samitet i vendos Bashkimi Evropian se ku bëhen. Jemi dakord? Dhe kryeministrat dhe presidentët e BE-s. Pse mund? Rama e shumta mund të thrasë qeverinë në një hotel në Durrës apo në Vlorë, siç i mbledh gjithmonë. Kaq ka Rama autoritet për të bërë. Që sa që do fillojmë të gënjejmë publikun, të themi që Rama thret samitin e BE-s, i thret ky këta këtu. Jo, nuk e the, organizoj. Nëse do të thuash këtë, pastaj lëm flasë për futboll në një gjë tjetër. E organizoj, do të pyes për futboll. Po çfarë kam organizimin? Organizimi mund të bëhet kudo. Ky çfarë kamajeri që çon bufen. Këtë flasë organizim. Apo ai që gjen hotelet. Tu e di Rama se hotele në Bruksel. Kjo është një nga pikat më të forta të Tiranës. Më pikantja e gjitha kësaj është ajo që ai bën si ekzibicion i ekzibicion. Po mirë, në rregull. Nëse populli kënaqet me ekzibicionin, po vitet prona, tu futet dora në xhep për certifikat. Le të vazhdojnë se janë të lumtur, këtë po them. Si parashikon qeverisja në këto 4 vite? Nuk e shikoj mirë situatën e maxhorancës për shkak një të mbingopjes, e dyta duhet ditur çfarë zgjedhësh u bën, nuk besoj se do kenë legjitimitet kjo qeveri, njësoj si në 2026. Në mbi të gjitha duke parë qëndrimet e qarta ndërkombëtare që kanë ndikim të madh. Pse krahason me vitin 96? Sa pëlqen. Pak a shumë këto zgjedhje kanë qenë. Po si këto zgjedhje aty don urran deputet opozitë ose ky sterre, ky bë presion. Tash kanë ndodhur shumë gjëra të tjera në këto zgjedhje që nuk i themi dot publikisht. Se ato janë pastaj vepër penale. Thuaj vjen ose lek kështu. Ato janë vepër penale. Pastaj shumë të rënda. Po fakti që ty dalin 4-5 kandidatë të mbështetur hapur nga krimi organizuar, ty në parlament, do ti mendon se kjo i pëlqen ndërkombëtarëve? Dakor. I bie që është inkriminuar Brukseli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dgjoj. Ti në postimin e 3 të ambasadës amerikane, se pati 3, ishte shumë e qartë. Partneritet strategjik me një vend ku cënohet liria e shprehjes, e besimit dhe zgjedhjes elektorale, nuk mund të ketë. Më trosh se kaq nuk kanë folur ndonjëherë. Nuk e lidhni këtë me indiferencën ose me rënien e interesit, me uljen e interesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Shqipërisë? Se kuptova fare çfarë po thua prapë se s'po e kuptoj. Do thonë, ju pra ti këtë tekstin do që unë ta grisë të bëj tekst tjetër që ke qejf ti ta shkruaj. Unë nuk i fshi dot postimet e Facebookut. Ta mbasas, as ti landi. Jo, po të pyet një aty as mua fare. Po të riformuloj pyetjen. Atë jo nuk e çfarë riformuloj, lexo tekstin edhe herë dhe kaq. Nuk mund bësh ti koment mbi tekstin nuk ekziston. Komentin ta bësh mbi atë tekst. Pse zoti Kulluri? Mund ta hap prapë të lexoj. Pse zoti Kulluri ka 2 vjet Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk kanë ambasador në Tiranë? Ja ta lexoj edhe një tekst me që nuk pëlqen. Po lexoj, s'ka problem. Lexoj. Nuk pëlqen. Lexoj patjetër. Atë. Bravo. Po. Cilin prej deklaratave keni? Të fundi ishin 3 rresht. Po? Mani mund. Biles nuk ta gjej këtu. Po, mos të krijojmë pauzë. Jo, s'ka problem, me që nuk u binde. Po jo, nuk ka diskutima, binde mas binde mund që është bërë një deklarat. Nuk ka lidhje kjo. Janë bërë 3 rresht. Ne po bëjmë koment mbi deklarat. Ka dhe më keq se kaq, ka për shembull që në ceremoni Ceremoninë e kujt? Nuk ka përfaqësues politik. Ceremoninë e kujt? Ja. 30 maj. Shtypja e fjalës, lehtësimi i emigrimit masiv, shënjestrimi i shprehjes besimit dhe minimi i zgjedhjes elektorale kërcënojnë vetë themelit e partneritetit transatlantik. Më shqip se kaq ka? Me këtë anglisht po desh, the suppression of speech, facilitation of mass immigration, targeting of religious expression and undermining of electoral choice threatens the very foundation of the transatlantic partnership. Besoj frëngjisht nuk kem se them se di. Jo, frëngjisht nuk është nevoja. Kjo është e qartë besoj. Ishte e qartë apo? Përse zoti Kulluri? Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 2 vjet që nuk kanë ambasador në Tiranë. Këtë nuk e di.
Nuk flasë do të nemë se Bashkuat Amerikës. E ka ullur interesin, unë nuk po them ty që ti të flasë në emër të Amerikës. Po se thotë ullur interesin, kështu thotë Rama, po se lartë, kanë ullur interesin, jo se kanë një gjë ekonomi, bashkë me Sali. Gjë nga njerëz dhe Ramës, po se lartë, kanë interes. Atëherë, unë nuk flasë me ty lanë, flasë me shumë njerëz tjenë në telefon, takime. Flasë me shumë njerëz. Jo, nuk e ka thënë Rama publikisht me thonë. Me thonë gjithë entourazhi atij që nuk ka interes më burë, jo se... Po pse ka 2 vjet pa ambasadorë? Po çfarë lidhje ka? Po shko pyet departamentin, pyet ambasadën, pse pyet mua? Ti je gazetar, të gjeni email në departamentin e shtetit dhe përgjigj. Sepse zoti Kulluri me vërtet atje ka të ngarkuar me punë. Pa ju nuk është aktive. Fjala vjen. Leila Mosi Suan ishte shumë aktive, shkonte bënte deklarata. Unë di këtë që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka 1 vit e gjysmë nuk ka asnjë takim me asnjë zyrtar të SBA-ve. Kaq të them aty. Zero. Takimet që janë bërë këtu nga zyrtarët të SBA-ve në Tiranë kanë qenë vetëm me përfaqësues të sistemit drejtësisë, KLG, KLP, Dumanin e kështu me radhë. Besoj të e mbanë mënë. Kanë ardhur 2-3 zëvendës sekretar në Tiranë në 1 vit e gjysmë. Mbas ikjes së Blinkenit, sekretari i shtetit administratës më pashme. Duke thënë që marrëdhëniet e zotit Rama me diplomacinë amerikane Unë po them që nuk ka takim 1 vit e gjysmë, këtë e thua ti. Nëse ty duket normale që 1 vit e gjysmë mos ketë asnjë takim, jemi në rregull. Në qoftë se unë të lexoj këto deklarata, 3 rresh për zgjedhjet, dhe ti thua që nuk ka asnjë problem, vazhdoj në rregull. Unë po them që këtu kanë gjithë shkon, të madhe që nuk shkon. Sepse situata në këtë vend, ata e dinë më mirë se ne. Se çfarë korrupsioni galopante, çfarë lidhje galopante me krimin ka kjo qeveri. Në qoftë se ty do duket. Pastaj ti ke deklaratën e Komisionit Evropian. Ta thot troç. Ndikimin rus, rrezikun e ndikimit rus në Ballkan. E vetëm arsye pse po shpejtojnë negociatat, që po grisen kapitull rregullore. Ti kupton që ka një nxitim jashtëzakonshëm. Këtë duhet të pyesja unë. Kjo nuk është për merit të reformës së qeverisë, më thuaj reformë kaq madhe që kanë prekur në Bruksel. Çfarë reformë ka bërë? Që po jep gjysmë jugut me investitor strategjik, me ja pronën gonit jep tonit. Këtu e di çfarë bën të vendi, ore ku jeton. Do të thënë ju nuk e vlerësoni faktin që ne në 2027 mund të jemi antarë i BE-s? Çfarë flasun, çfarë flet Ilandi? Po më kështu the ti the. Me që ai është gabim ata po të rreqin. Ore çfarë po them aty se s'po. Ata po të rreqin po i bën antar të BE-s. Shqipërinë më jo këtë. Po Shqipërinë sigurisht Shqipërinë. Po pra Shqipërinë. Shqipëria profesor nga kryeministri. Na ky, domethënë po. Nga kryeministri. Qartë, domethënë atë më rreshto pak reformat e mëdha që u bën ky dhe BE-ja apo i përqafon. Po di që etapa. Kundër asaj që thoshte Partia Socialiste që në NATO nuk hyri qeveria, nuk pati meritin qeveria zonë Berisha. Pse nuk mendon ti që ka pas interes të tyre më shumë se tonë? Edhe atëherë, patjetër më. Po, sigurisht interes ka. Po edhe Shqipëria. Po mirë, po pse nuk ishte mbrapa me... Ore, ka një përshpejtim, s'ka, të më thuajtë më. Ka përshpejtim dramatik biles të negocimit grup kapitove. Po, apo jo? Po pse dramatik? Jo, më ka, po pse dramatik? Është në ritmin që ka qenë. Po pse dramatik? Ti njëti ritëm është që po hapin grup kapitove çdo një muaj. Shumë shpejt, kur bllokuar 12 vjet gjithë procesi. A e mban më kur ankoj këtu për Hollandën dhe Francën? A e mban më? Jo, më tha Macroni. A e mban më? Nuk duan tha Macroni. Nuk duan. Po tani çka ndodhur që po duan? Janë bindur nga Rama. Është raporti i SBA-s me Evropën. Po pra, çyn Rama këtu tash. Jo i SBA-s me Evropën, jo, është rreziku. Po pra, po. Po në çfarë bote po jetojmë sot? E di që ka 2-3 luftra për botë çfarë. A e di çfarë bëhet me tani do diskutojmë, A e di çfarë po ndodh apo jo? Jo, nuk e di unë çfarë thua. Zotë Kulluri, si e shikoni tani lajmi më i rëndësishëm sot në glob është lufta dhe konflikti i armatosur midis Izraelit dhe Iranit. Është një vatër e re lufte që disa analistë ndërkombëtar gati e thonë që mund të jetë fillimi i luftës tretë botërore. Ju si një jo thjesht një politikan apo një analist në media, por si një shumë i mirë i zhvillimeve globale dhe të sigurisë, çështjeve të sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare, si e vlerësoni këtë situatë? Çfarë po ndodh në botë? Shiko, qyna mos e ka bëj 7 shkurt i vitit 2000, kur nisi lufta në Ukrainë, u bë gati 3 vjet, 2022-shit, ka pasur një deklaratë përbashkët të presidentit kinez Xi Jinping dhe Vladimir Putin. Për cilën shumë pak flitet tu ose as pak. E kam përsëritur prapë dje në një studio tjetër, kam qenë nga të pakët njerëz që kam përmendur, mos e më vetmi. Ka qenë deklaratë përbashkët e cila i hapte rrugë përpjekjes së Kinës së Rusisë bashkë me aleatë tyre si Irani dhe Korea e Veriut për një rend të ri botëror jo të dominuar nga SBA-të aleatë tyre në gjithë globin. Ka qenë para shumë, pra një prelud për një shkundje të rendit të ri botëror që mund të arrihet vetëm përmes luftës, përmes dhunës. Sepse askush nuk e jep pushtetin që ka dhe askush nuk e merr, askujt nuk ja fal dot njëri pushtetin që nuk e ka.
që e kërkon. Mbas saj, 3 javë mbas ka nisur fill konflikti në Ukrainë. 1 vit e ca më pas, konflikti në 7 tetor i 2023 në Izrael, sulmi i Hamasit. Me 1200 viktima, që ishin 90% civil. Fëmijë, të rinj, gra, moshuar dhe 250 pengje. Po. Si dhe 50 mendohet se janë ende gjallë peng në tunelet e Gazës, në Hamasi. Këtu ka nisur vatra e dytë e konfliktit, që është pjesë e kësaj tektonike botërore. Pra Rusia i dha një mesazh perëndimit që Ukraina nuk do jetë pjesë e BE-s dhe pjesë e NATO-s. Dhe për të arsye ata ndërhyjnë në ato rajone që fakt i kontrollonin milicit pro-ruse, në rajonet gjysmë të pavarura. Kjo ka nisur në 2014, mos gaboj. Në rajonet që sot janë pushtuara nga Rusia, dhe kështu që edhe konflikti Izrael-Iran, ku Irani është pjesë e kësaj aleance, që quhet aksit keqes nga Shtetet Bashkuara dhe aleat e tyre, dhe kjo pra është një përpjekje për të shtyrë më tej agendën e Kinës, Rusisë, Iranit dhe Koreas Veriut. Për të rullur rolin e Izraelit, që është një ndër aleatët, se është Arabia Saudite, Jordania, Omani, janë aleatë Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajonin e Gjitë Persik, edhe lindjes mesme, dhe në Evropë, duke sulmuar, po themi, Ukrainën në një luftë që ka filluar por nuk po mbaron. Një përplasje midis Ukrainës dhe Rusisë me mbështetjen e partnerëve perëndimor Ukraina, gjithsesi. Kështu që në këtë kontekst po zhvillohet dhe ky konflikt. Por ata kanë bërë një gabim. Kina, Rusia, Irani, Korea e Veriut duhet kuptonin që nuk kanë fuqinë për të imponuar një rend të ri botëror, ose për të dobësuar ndikimin e Shtetit Bashkuar. Sepse thjesht nuk mungon fuqia ushtarake, ekonomike, financiare, teknologjike dhe shumë aspekte tjera. Izraeli çpati që bëri këtë sulm befasues ndaj Iranit? Ishte befasues, ishte i paremruar sulmi. Spari ata janë sulmuar dhe vjet me njëri tjetrin. Kur është vrarë lideri i Hamasit, Irani e ka goditur i parë Izraelit. E mbani mend, dhe Izraeli u përgjigj. E ndaluan për 2-3 ditë. Irani kishte një rrugë në momentin që e nisi këtë luftë, duke përdorur proksit e tij, Hamasin, Hezbollahun dhe Huthet, që kur e nisin luftën do ta fitosh. Nuk niset lufta dhe pastaj qanë rrugës, siç po bëjnë tani, kërkojnë negociata, bëjnë thirrje Trumpit përmes Arabisë Saudite, Omanit, Yemenit. Lufta o fitohet o humbet. Në momentin që ata kanë marrë lufta shpallet kur të dy palët mendojnë që janë fituese, që fitojnë. Irani mendoi që do fitonte luftën, tani po fitojnë Nosrogun, më sa kuptoj. Çfarë fitojnë Nosrogun? Po. Edhe ti si Edi Rama? Edi Rama, atë kemi gjithë. Ato doktorin, po thamë një fjalë, ata dy janë idhuj ta. Jo e the vetë ata ti se kisha thënë përpara. Vetëm se kisha thënë përpara ti Nosrogun. Po Nosrogu është shpreh popullor, nuk e ka bërë Rama. Besoj që. Ore se kisha përdorur ti ndonjëherë se po të çudit. Nuk është shpreh, po pëlqen si Nosrog, për të. Nuk tani që tha Rama të pëlqen ty. Po, kuptoj. Po det Rama si më shitur gjithë, pastaj doktorin, si dushti. Edhe nuk e fitojnë dot të luftë Irani, sepse Spari duhet kemi parasysh që dy vendet nuk kanë kufi toksor me një tjetrin. Po pra, s'ka lidhje fare. Në momentin që nuk kanë kufi toksor, avantazhin që kanë në numra Irani, në forcë toksore në ushtar, nuk e shfrytëzon dot. Sepse numrat e Iranit në ushtrit të rregullt të rezervistë janë 2-3 herë më larta se Izraeli. Kështu që duke qenë se do jetë një luftë ajrore dhe mbi të gjitha edhe luftë dëshërbimesh, siç tregoi koha, Irani ka humbur kontrollin mbi hapësirën ajrore, është i goditshëm në çdo cep të tij, ndërsa Izraeli ka arritur të interceptojë gati 90% të raketave supersonike dhe dronëve. Pra dëmi që ka bërë Irani, me precizion, dëmi që ka bërë Irani Izraelit është minimal, dëmi që është shkaktuar duke goditur gjithë kupolën ushtarake të gatës revolucionare dhe shërbimeve, asgjësimi i kësaj kupole ushtarake është një dëm jashtëzakonshëm, siç ndodhi Hezbollahut. Kështu që ata do ulin tavolinë, por do ulin kur të kenë humbur. Irani do ulet me brek në përkëmbë, Izraeli do ulet i fortë negociata. Si do ulet Irani? Me brek në përkëmbë. Pra me atë që kërkuan. Kërkuan një luftë që nuk e bënin dot. Harruan që mbas atyre ishin SBA-t, që i mbështesin dhe ushtarakisht dhe politikisht, ndërkohë që Kina dhe Rusia nuk kanë fuqi ta mbështesin Iranin. Nuk kanë dhe mundësi ta mbështesin Iranin. Është kjo lufta tretë botërore? Jo, këto janë disa konflikte në një periudhë të re që po hym të marrë ndërkombëtare, ka një dobësim të ligjit ndërkombëtar, një dobësim dhe një zbërje të madhe të rolit të institucioneve ndërkombëtare,
që janë OKB-ja kryesisht, po ta shikoni OKB-ja pothuajse ka dalë jashtë funksioni. S'ka fare rol. Nuk ka funksion, nuk kushton dot autoritet, sepse në kohë lufte ligjin e kombëtar spostohet. Pra o do mbizotrojë ligjin e kombëtar, o do mbizotrojë forca. Të dyja nuk mund të bashkëtojnë dot. Bota është më e mirë me presidentin amerikan Donald Trump? Bota është gjithmonë më e mirë me një fuqi dominuese që është demokratike. Nuk ka rëndësi fare kush është presidenti, është Trump, është Biden. Shihet e mia janë konservatorë, ti e di shumë mirë, sepse unë mendoj që realizmi në marrëdhënien kombëtare është shumë më efektiv se liberalizmi apo marksizmi. Po Shqipëria në këtë konflikt ka do të thënë ndonjë, nuk mund të them rol, po mund të ketë frikë që mund të bëhet pjesë e konfliktit për shkak të për shkak të Kosovës, them unë, sepse sa herë që bëhen kalkulimet të vatrave të luftës, Kosova përmendet. Kosova përmendet, po besoj që Serbia nuk ka ndërmend hyrë në për aventura më keq se Irani, që është shumë e dobët se Irani, të bëjë aventura në Ballkan. Atëherë, zoti Kulluri, përsëri shikoj, do të themi një fjalë ndër. Në të gjitha kalkulimet strategjike ushtarake, SBA të paktën 50 vjet të ardhshëm nuk kanë asnjë rival. Në 50 vjet të ardhshëm minimumi. Por ardhmja është e panjohur. Por sot që flasim, në gjithë kalkulimet që bëjmë, fuqinë ekonomike, ushtarake, financiare, kërkim zhvillimin, bashkëpunimin civil ushtarak, çfarë ndodh në Iran, gjë shumë e çuditshme. Nuk do të ishte kaq suksesshëm Izraeli, po mos kishte bashkëpunim nga popullsia iraniane. Pra nga element që kanë bashkëpunuar me Mossadin e shërbime të tjera kundër regjimit. Për të goditur regjimin. Nuk gjen dot një izraelit të dalë kundër qeverisë. Pavarësisht se duan apo se duan Bibin e Netanyahu, që sot është 7% e ka kundër, po të bëhen zgjedhje, Netanyahu sot merr 30% vota. Por si kryeministri që po drejton luftën, ata ka mbështetjen 100%. Kurse në Iran, gjysma e popullsisë e shtypur nga regjimi teokratik është i gatshëm, jo se bashkëpunon me Izraelin. Jo se duan Izraelin më shumë se Irani. Po kundër regjimit. Po patjetër. Dhe diktaturat gjithmonë dështojnë në konflikte. Dështoi Hitleri, dështoi Bashkimi Sovjetik 45 vite në luftë. Kështu do dështoi edhe Kina dhe Rusia nëse vazhdojnë këtë lloj. Kam një pyetje, zoti Kulluri, Putin tha kur filloi konflikti në Ukrainë, pra sulmi në Ukrainë, tha na njini thirrje botës perëndimit, na njini Krimen, pra ta kemi ne, që unë, pra Rusia, të njoh Kosovën. Tani mbas kaq vitesh që drejt kësaj po shkohet, a mund të ketë një lëvizje të tillë politike ndërkombëtare në favor të Kosovës nga ana e Rusisë? Shiko, ka një problem. Elitat liberale që kanë ndërtuar kryesisht SBA, plas Biden, Obama, dhe elitat liberale që kanë ndërtuar Evropën, qoftë Gjermani, qoftë Francë, jo në Itali tashmë, Italia është e qartë në qeverisje konservatore, kanë një keqkuptim të madh me Rusinë. Nuk e kuptojnë që Rusia e ka instinkt mbijetese kur bëhet agresive. Në të gjithë teorinë politike, edhe të geopolitikës, po të shikoni, Rusia është një vend i shesht me një kufi të pamatshëm, që është një vend i pambrojtshëm ushtarakisht. Dhe agresiviteti i Rusisë është i lidhur me paranojën e tyre se ata mund të jenë të pushtueshëm në çdo moment. Kështu që afrimin e NATO-s në kufit e tyre deri në Ukrainë, ata e kanë quajtur kërcënim sipas mendimit tyre, që nuk është e thënë të jetë e njëjta gjë që mendon Evropa apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra këtu, në rastin e Rusisë, kemi edhe një keqkuptim shumë të madh midis palëve, sepse rusët mendojnë që Ukraina përbën kërcënim për kufirin rus. Dhe fakti është që në Moskë kanë hyrë 3 herë 3 fuqi. Kanë hyrë finlandezët, kanë hyrë suedezët, kanë hyrë Napoleoni, apo jo, ka hyrë Hitleri pothuajse deri në Stalingrad. Pra, ushtria gjermane pa çatit e Kremlinit. 4 herë ju ofrua dhe po shikon me sy çatit e Kremlinit dhe pastaj u kthye. 4 herë. 4 herë fuqi europiane në shekuj të ndryshëm, në vite të ndryshme, kanë arritur deri në Moskë. E vetmja herë që rusët kanë hyrë në Evropë, deri në Berlin, ka qenë lufta e dytë botërore ku hyn për shpëtuar në fakt bashkë me amerikanët Evropën nga nazizmi. Nëse ka një këtë Trumpi e shikon kështu, pra si arsyetim gjeopolitik dhe real politik, sepse ka dhe element tjetër. Ti do t'ja njohësh fuqinë që ka Rusia. Por Rusia, nuk është fuqi globale, është fuqi regionale. Mundohet të ndikoj globalisht, siç ka bërë me Wagnerin apo dhe me forma tjera në Afrikë apo në Siri, por kur ka ardhur puna për të përballur frontalisht, ju e pat që Asadi iku për 17 ditë. Janë dakord turqit Izraelit. Tani ju keni një përvojë në karrierën tuaj në Ministrinë e Mbrojtjes. Po. Larg qoftë na sulmojnë ne u çmend
u bë një konflikt mes Kujt? Serbisë e Kosovës. Ore, ne me çfarë do luftojmë Shqipëria? E pa punës, Shqipëria, edhe kur s'ka pasur shtri fare, ka një territor që i jep një garanci shumë madhe në 75% për masës saj, territor malor. Shqipëria është pothuajse. Ne fitojmë kështu pa me duar në xhepa domosdoshmë. Shqipëria, jo, po flas për histori, nuk po flas për batuta. Shqipëria është e papushtueshme në 75% territorit për shkak të terrenit malor që ka. Ju e dini shumë mirë këtë që. Jo, mirë, kaq mjafton Vlora, Tirana, Durrësi, Shkodra. E para punës nuk besoj se do ketë konflikt, nuk mund të flasim me sigurt. E dyta, ka një rritje e kapacitetesh të ngadalt, shumë të punuar, sidomos nga kjo qeveri, të kapacitetet ushtarake mbrojtëse, pra në gryka zjarri, le të themi, në dron, në... Çfarë kemi sot, ne? Këtë do të thotë Ministri i Mbrojtjes, po nga çfarë dim publikisht di që janë marrë sisteme mbrojtje eficiente. Të natyrës tok, ajër dhe tok. Për mbrojtjen raketore ke fjalën? Jo, flas për dronet që janë marrë nga Turqia, që janë kapacitet i mirë mbrojtës, pra aq sa ne mund të shpenzojmë. Kemi rritje të kapaciteteve të forcës toksore, tashmë kemi batalion përveç forcave speciale të certifikuar qartësisht dhe të pajisur me mjete blenduara, nuk e di, 1600. Ka përshtypje. Ne ka që kemi ushtrim, diku te 7000. Ne do mbajmë ushtri aq sa mund të mbajmë dhe aq sa na duhet. Për mendimin tim duhet të shpenzuar shumë ushtri. Dhe këtë kritikë kanë bërë kryeministri, po ai nuk dëgjon. Do të thonë duhet të plotësuar 2%. 2% akoma nuk është plotësuar, pavarësisht se thuhet që është plotësuar. As ju se plotësuar. Ne kemi pasur vetëm 2 vite. Kam përshtypjen kur kemi hyrë në NATO, mos harro një gjë. Që në vitin 2010 efektet e krizës financiare botërore u ndjen në Shqipëri me një shkurtim 30% buxhetit. Kështu që donim ne, edhe nuk e bënim dot. Por në këto vite që buxheti ka shkuar gati 70 miliardë euro, kanë qenë dhe janë të gjitha mundësitë që të ketë një ribalancim buxhetit, shkurtime disa zërave. Në qoftë se do plotësohesh ky 2%, ku duhet të duhet shkojmë mbi 2% se ne kemi mungesa. Ne nuk na duhet 2%, na duhet të paktën 2.5-3%. Jo, ku duhet investohet më shumë? Forca toksore. Në forca toksore. Absolutisht po. Që do të thonë për ata që na ndjekin të kuptojnë. Rritjet kapaciteteve mbrojtëse luftarake. 1. Mbrojtja civile ka nevojë urgjente. E ke fjalën për tunele? Mbrojtja civile flas për nga zjarret, tërmetet, ish BMR-ja, si e quajnë ata. Jo, një bombardim i mundshëm, po hipotetik. Edhe një herë, së pari, ne duhet të dimë gjë që ne jemi të mbrojtur sepse policimi tonë ajror e bëjnë të tjerë për ne. Por dakord na ra një gjë larg qoftë mes Tiranës. Ku ta fusim kokën ne? Nuk bie gjë sot për nesër Landi, se nuk janë çmendur njerëzit. Ato vetëm terroristë. Të çmendur, edhe të çmendur janë ndaj nga linja mesme. Dakor, sipas te. Okej. Shqipëria ka një mbrojtje ajrore. Të ishte sigurt. Ne ka pasur gjithmonë. Në atë kohë e bënim përmes Turqisë dhe Italisë, tani nuk e di si kanë ndryshuar marrëveshjet. Së dyti, ne kemi partneritet shumë të fortë me SBA, dhe ti e di shumë mirë po. E treta, Ballkani është një rrjet aleancash. Nga Rumania deri në Kroaci, deri në Shqipëri dhe në Kosovë ka një rrjet vendesh në Evropën Juglindore që janë bashkëpunim me njëri tjetrin. Në bashkëpunim politik janë mbi gjitha, pastaj nga pipa ndërveprim ushtarak nuk e di në çmas janë të ndërveprueshëm, se që është element bazë i efektivitetit ushtarak. Por rritja kapaciteteve të tokës, patjetër që është domosdoshme. Në ajër kanë ardhur 1 apo 2 helikopterë Black Hawk mos gaboj, edhe pritet të ndërtohet një fregat. Fregat, ëh? Shumë rëndësishëm, po me çfarë dëgjova ministrin e mbrojtjes para 10 ditësh, të ndërtohet këtu. Fatkeqësisht u bë një punë shumë e keqe mbasi ne jemi larguar nga pushteti, kantieri Pasharemanit është lënë të rrënohet, ku ndërtuan 3 njet me projektin holandez, me gjithë thirrjet tona të vazhdueshme. Kjo qeveri as e ka vënë ujin zjarr fare. Megjithatë, janë kujtuar tani për shkak të situatës në Rusi dhe detyrimit që ka ardhur, po jo nga një nevojë e brendshme. Nuk kam përshtypjen që kjo qeveri nuk i kupton këto punë Landi. Ne kemi kryeministë që maksimumi shkon te turizmi, fasadat, këto, po nga ato punë sigurisht nuk është se kuptonin gjithmonë. Konferenca, fjalime. Okej, nga pyetjet për PD-n më ka shpëtuar një që do të rikthehem sepse ka qenë një deklaratë e avokatit zot Berisha Genc Gjekuta, besoj ke lexuar deklaratën. Po, i cili ka thënë që nuk do lejojmë gejt edhe lesbiket në PD që të rrëzojnë të sulmojnë zotin Berisha. Kush janë këta gejt dhe lesbiket? Shumë nivel banal për që ta komentojnë. Po pse se ke lexuar ti? Shumë nivel banal deklarata që ta E komentojnë. nuk do komentosh. Tani mos më shgënje, dua një koment tani. Se do të ul nivelin se s'bën që të mos zgënjesh ti. Të komentosh avokatin e zot Berisha në shulje niveli. Për gej dhe për lesbike nuk është fjalori im, nuk është çështja ime. Nuk bëhem dot pjesë e këtij llumi.
Dhe s'është çështja ime fare. Unë jam, si thaj, punoj një ndërmarrje tjetër. Ti je në parti tjetër tani. E dia të Barceletën. Ekziston mundësia, po e di. Ekziston mundësia zoti Kulluri që me një organizim gjithë e djatha të reorganizohet, të riformatohet edhe një? Landi, po ta them sot dhe nuk ta them në Partinë Demokratike nuk kam më njerëz për të prodhuar asgjë më të mirë se sa ç'është. Janë zhdukur të gjitha elitat që mund të prodhonin një gjë në mënyrë sistematike nga viti 2013 e mbas. Është vrarë çdo garë. Po se më kujtua kush Arbeni Mami? Se di. Ke kontakt? Ja, kam sa vite. Po? Është vrarë kush? Kush është vrarë? Janë vrarë elitat në PD që mendonin mund të bëjnë një gjë. Janë shpërndarë të gjithë. S'ka. Po mi thuaj kush janë, dhe unë them që këta po bëjnë një përpjekje. Ne që bëjmë një përpjekje brenda, ne dolim jashtë, morëm atë rezultat që morëm, kështu që unë këtë punë e shoh shumë më keq se shikoni ju. Për të qenë realizëm më këmbëtokë. Okej. Zoti Kulluri, të falenderoj për intervistën. Edhe të shkuara se e ka dhënë në kushte të vështira intervistën, duke Viroza në verë është pak problem, se ndihmën është dhe më i mësuar. Shu i zë liderët, Viroza në verë i zë liderët. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura nga Qafoku, mirupafshim.